parasysh në rëndimin e peshorës është sjellja e mirë, morali, edukata e besimtarit. E rëndon shumë peshorën në ditën e gjykimit. Muhamedi sallallahu alaihi wasallam ka thënë, gjëja më e rëndë në peshorën ditën e gjykimit, që ka ajo që më shumë ti e rënon peshorën, e ne po na duhet me u rëndu peshorja, me ardhran. Gjëja më e rëndë ditën e gjykimit është husnul khuluq, sjellja e mirë, edukata e mirë, fjala e mirë, qëndrimi i mirë, sjellja e mirë, e këtë ato që kanë bëjë me moralin dhe me edukatën e besimtarit. Prandaj ka mundsi njëri bën ibadete në kuptimin e asaj që disa nga obligimet i kryen. Mirë po, ka mundsi që këto obligime të kryera pa ndikim, pa cilësi, pa reflektim në moralin e tij, mos ta rëndojnë peshorën sa duhet. Për këtë arsye edhe Muhamedi sallallahu alaihi wasallam ka thënë, ajo që më shumë ti e rëndon peshorën ditën e gjykimit është sjellja e mirë. Sa i ka kushtuar mendje moralit, që të jetë i kujdesshëm çka po flet, si po sillet. Nga morali i mirë është ruajtja e nderit, nga morali i mirë është turpi besimtarit dhe besimtarës, nga morali i mirë është bujaria, nga morali i mirë është mirësia, nga morali i mirë është fjala e mirë, nga morali i mirë është ruajtja e gjuhës, e syrit e kështu me radhë. Andaj morali i mirë dhe sjellja e mirë dhe edukata e mirë janë ato që e rëndojnë peshorën ditën e gjykimit. Dhe